Na nuk gëzohemi me devimin e kërkujna. Mirë po njëri të më morë me hallin e vetë. Andaj mos lejoni të ndëruar xhamat. Ata të cilët i kanë trunga të gjunave të shtëpia me ta boti me gisht ka pluni i sinit tan. Kështu ka thënë Ebu Huraira, ti plunin e pave të une, po ti trungin asha të shtëpia. Ti asha morë familjen tonë ajo. Këshire morë pak familjen tonë. Këshire ti pak familjen tonë, mësa një drejtoj e tjetërën. Drejtoj një aborrin tanë. E ka njëri shpartalu me familjen e vetë, munohet mi kalzu ati hoqës, të shire hoqëja, gaboj. Këshire morë familjen tonë, drejtoj njerë familjen tonë ti. Pejgamberi alayhis salam i kishte mësuar sahabët me drejtu familjen e vet. Një ditë për ditë majti ders Abdullah ibn Mesudi, edhe i foli për vizatimin e vetullave të grave, për nukjen e vetullave. Edhe mas dersit u çuni gruaja. Tha po be hoç ibn Mesudi radhiyallahu anhu shoku i pejgamberit alayhis salam. Tha po ti let e kia tha. Ti po na fol po. A e ke këshirë ti gruën tënde? Se njerëzit nuk e kanë begale, ata akuzon, atë bën iftira. Tha kanë gruën tënde. Hin thash shpiteme. Nëse e gjen gruën teme me nikime të hekt. Hin se je gruaja, hin çokxhere. Ata njerëz kishin harmonizuar mes fjalëve të veta dhe veprave të veta. Hin tha, këshira mundesh me gjetë dënja që unë çash ka po të tham, nuk ka çashtu. Andaj Aisha radhiyallahu anha çka thonte? Pejgamberi selam pak lipte pi njerëzve, shumë bante për veti. Njerëzit u thonte falën e farzin edhe çat sunet si të muni. A për veti, a e bante veç ata? Jo, thot Aisha, ju ajshin kam tu fal natën. Unë e falna shumë jo. Derisa kur ka ndash me emitu dhe sahabe, ka thonë edhe na të falna se jaj, ka thonë jo, sa sti punë të juve jo. Mos u kisheni mua. Mua dhe më ka po pejgamber, unë e falna shumë. S'ka lip, a na sa mona sot? Unë e rri në Facebook, falu vllati. Çka hibe mirë çka i të fol. Ti mu më kallzon pi Facebook çka më bë. Ti rri aty ta natën polemizon, ban xhonet kota, më kallzon mu çon e hakit çon e vërteta. Nuk shkon kështu të ndëruar xhamat. Përmirësoj ju vet, mjafton një sjellje e mirë për 1000 ligjërata.